Hajdini me neve të kënaqem bashk. Po blek, Përshëndetje miqtemi kudo që jeni. Ju prezantojmë sot fshatin Dobërdol, komuna e Klinës. Derisa ne po nisemi drejt fshatit, juve ju le me pamjen e vije. Ky pra është fshati Dobërdol këtu në komunën e Klinës. Jam të i pa në fillim të fshatit dy shtëpit e bukura, duket me qenë të mërgjimtarve, ashtë po ma japin për shtypjen, nga se duken të mbyllura. I përshëndesëm kur e shohin emisionin, nëse veç e shohin emisionin. E pas kemi edhe një dëshmori i kumbit, Bedre Hajdin Mustafa, i ren për gjatë vitit 1999. Lavdi gjithë dëshmorëve që dhanë jetën për lirin që ne sot e gëzojmë. Vazhdojmë, çka po m'lem për shtypje se toka është e punume. Në anën andeje kemi kopshtin bashën, por në anën tjetër kemi misër të mbjellur. Ashtë ndoshta dhe jënë këto. Ne po vazhdojmë drejt fshatit, fshati e ka një pozitë interesante. Është i rrethuar me male, ajri i pastër, mungojnë trotuarët, tashme dini në çdo fshat aty ku mungojnë trotuarët, e ka më të vështirë me komentu duke marrë parasysh se edhe lëvizjet e makinave ishin në shpejtësi ekstreme. Derisa ne po përgatiteshim për xhirime, lëvizjet janë shumë të shpeshta edhe shpejt, po dihet. Këtu në fillim fshatit nuk është që pas ka dhe shumë shtëpi, po besoj ma në qendër të fshatit, do kemi mundësin me i pa gjitha shtëpit, përveç kësaj, urojmë dhe shpresojmë me taku banor nga ky fshat, me na thonë informacione, me na njoftu me këtë fshat, realisht nuk e dim për çka njihet, si është mënyra jetesës, e shumë të tjera. Shtëpit e bukura, u borre, pastër, fshati është shumë i pastër për atë sa na ro me ecë, por që është i pastër. Në përgjithësi fshatrat malore janë shumë të pastërta. Edhe era po frynë. Ja pra, shtëpit mërgjimtarve janë roletat poshtë. Nëse mi jam të e pa dhe objektin e kishës, një objekt të jetë i bukur i lezetshëm, ne gjithsesi po hymë, edhe po e komentojmë për nga afër, por dera m'duket të jetë mbyll. Në rregull, po e komentojmë nga jashtë, ondi i merr pamjet, më intereson në pjesën anese si është, ka hyrja, por që dera është mbyll. A, faleminderit ondi i paparje, hajde. Është një objekt të jetë i lezetshëm, po kjo shtëpiza e vogël për Krishtlindje. A, sa bukur. Po, kjo shtëpiza e vogël për Krishtlindje, po i dekoroj kanë ardhja e Krishtit.
Këtë kishtë e zojës e bekuar të ngritur në qiell e ndërtoi famullitari i Klinës Don Fransopi. Në vitin e Zotit ton Jezu Krishti, vitin 98, pas dëmtimit që ju bë gjatë luftës në Kosovë vitin 1999, u renovua në vitin e fesë nga famullitari aktual në maj, korrekt 2012 dhe u bekua me rastin e fesë së Zonjës me 15-13-2012. Dobërdol. Këto edhe nëse nuk e lexojeni të paktën me rripomjet. Edhe mundemi vetëm nëpërmjet pomjes që i merr ëndi me lexu se çka shkruan. Përndryshe, kisha është në një vend shumë të bukur të fshatit. M'la përshtypje kjo shtëpiza. Po, pra kjo shtëpiza siç e dim, dikush mundet edhe mos me ditë, dekoruohet për fesat që i kanë pashkëve, ardhjen e Krishtit, po, ritualet e tyre që i kanë, pra sa i përket fesë katolike. Po dalemi nga uborri, po besoj që pamjet janë të mjaftueshme, po vazhdojmë drejt fshatit. Jeni të i pa i kemi shtëpit cik-cak të shpërndara, dhe më shumë bizotërë natyra, malet, fushat. Një fshat me një shtrirje bukur të madhe, duket kështu që jo, në mapsa shtëna na figuron të jo i madh, por dhe me dalë bukur se shumë. Kujdes, ne po mundohemi me i marrë pamjet, ma të mirat fshatit, ma të veçanta që i ka fshati, në mënyrë që me pasqyru sa më bukur çdo fshat anë mban Kosovës. Fakos sa bukur duket nga këtu ku jemi, pjesa e arave, fushave, nga këtu po i shoh se janë të punuara, tash po i di saktë cilat janë të punuar, cilat jo. Jo me mësoj, jo më tranu. I pas kemi edhe disa shtëpi këtu, e që ne gjithsesi do provojmë, do tentojmë me kërku banor, me i tirë, oj zoti shpisë. Duhet me komentu infrastrukturën si që jeni të e pa dhe ju, është shumë e demtume, përveç kësaj është edhe shumë vështirë me e kalu, se është ke pjesa kështë përpjet, është bukur e vështirë me e kalu, duhet një qenur, po, me tretën. E thash datë kuptimin që është shumë e demtume se një qenë, po rotullohet kënë, shkojnë rot, kështë përpjet. Dërsa në pjesë tjera bukur duket, është nivel, por nuk e di, me siguri anë ka kalu ndonjë kamion me peshat e ronta dhe ka bo në asisoj se si e gjetem, por hajtë për mësysh e kanë. Që të aty këtu jem të po mbeturina, në fakt e pas kam bo këtu një grumbull mbeturinash, pse kështë, nuk po m'pëlqen, po thu këta që ka e në levizja i gjujnë, me siguri, për ndryshe fshati është shumë i pastër. Edhe një tjetër shtëpi e mërgjimtarit, kur po më thonë qësh po i din që jetë mërgjimtarit, po syni me vrenë me njëherë i kapi, këtë e di kur jenë të mërgjimtarve. Sa e bukur kjo pjesa, andi tashme ka në fokus, perfekt, shtëpit e bukura, pamje, gjelbrim, natyr, në këtë fshat bujëcia, po punojka, jeni të i po, asë edhe një tokë nuk është lanë në djerin. Këtu kemi misër. Sa e bukur kjo shtëpi edhe aja atje, perfekt. Ka e kanë hymjen, kënej, por që kajtë në gjoma e paska. Këtu ishtë në i shërpturë se problemet ta pastru në i kosh. Po, por në anën tjetër janë edhe shtëpit e vjetra, por nuk e dim se a janë të pronarve, po me një obord janë. Po, kanë dashtë me i rujt edhe, si gjithmonë që e thëmonë, me dit me kujtu se nga kemi ardhë.
Veç të mi, kemi hyrë në një obar, nuk e dim se të kujt, mbasi banor nuk po takojmë, të paktën qërshijat po ja uhojmë. Edhe një qërshi shumë e lezetshme me trup të vogël, kështë syon tamam e përshtatshme me imri, është e gjojmë na i kese, bile të paktën që qërshijat ja u morrëm. Oj, zoti shpis! O, mirë si ju gjim! O, qenë ka një plak. E, mashallah, qa po të shkej ka zoni. Si jeni? Mirë se erdhe, a je, qësh je, mirë se pruni zoti. Mirë si ju gjetëm. Faleminderit shumë. Urdhën. Nani, Faleminderit. Faleminderit shumë. po qësh jeni? Mirë, faleminderit. Si po kaloni? Shumë mirë. O knaqem. Shëqyrë, Jo? Me shëndet? Na plesht kem sef, me një mirë për të rritë si shkojnë mirë dhe kalojnë mirë. Jeta ne na ka shku tash, po, na kem sef për pasarë që talë, më konë ata në sefa, në liri, në disponim, Tanat mirat. tanat mirat që duhen më konë. E sa vjet i bon? Sa vjet i bone? Kom bon 88 për 89 për shkoj. Inshallah. 90 vjet goti, Po dhe një. edhe si djali i ri. Ja, bolla jata, ja. Zoni po të shkoj kjo shumë, e? Po atë një fjallë dhe luga shkakove i kështë, ja. Keni na herë këtë fjallë. Po e kom dëgju. Por që edhe me vesh mirë po qëndrejshe, po ndëgjojshe mirë. Po, ja, me një edhe me po, moj edhe Në pak. kom tua, po, për nevoja tua. Po, faleminderit Zotit, po. Shëqër. Si është jeta në fshatin Dobërdol? A na tregon kush është fshati Dobërdol? Për çka njihet? Qore, për shatin dhe mërdol, me të regu në shlirë, kështu dhe jo me balë qelë, duhet shumë kohë me folë për ta. Ky fshat ka dhonë shumë. Ky fshat është prej që janë njeh me traditë shqiptare, me fise, i 4 fise. Mirë, po janë me 2 parë, 2 vllazë. Unë u tham vllazë, s'flas ndrysh. Besimit muslimanë dhe besimit katolik. Por këtë fshat. Na i kem 4 gjyshat vllazën me besimin musliman. Dhe me thonë, baba jem, babgjyshin e ka pas baba të vllazën me ata. Këtu të na nuk mund është me diti as bajram, as fest, as dasëm, as pame, cili është i këti besimja ose i ati. Ja. Se nuk bojnë dallim, qaj që jem maj vjetër, e ka respekt. Tash kuptohet që edhe qaj që din pak se tash ka, nuk janë tonë të dishëm, unë më konë. Vec këtu, banë vakisi besimit katolikon, po rrinë për kryshnosh, për des dikush, të besimi musliman. Dhe më thonë ju i festoni festat që i kinit, muslimanëve dhe katolikëve Na bashkërisht. poti për festa, të i thu që si shërit, s'fas kanë Kosovë, s'ka kun s'ka. Se nisën, tash, nëse ka është bajrami, që tash si ke, tërë bajrami, kurban bajram thiret. Po. Unë ti di tana këto, na dim, kretë dim këto, besimit musliman kretë i di. Sa mirë që i respektoni edhe fenë të tjetrit. Po që ajo dashnia se na qore, na jemi, a kemi një gjumë, a kemi një tradit, a kemi një gjak, a jemi një kom. Shka mundet kush me pas, sukur me shtin një shtog, një kronë në mjethorit e mishë, që shtu janë këtu, oj motra janë. To më konë krejt popë në shqiptarë, mi ditë të rene, e mi ditë të regla, kur s'kish mujtë kush, as me në shkel, as me në sëndu. Din me më tregu fshati po duket kogja i braktisëm. Ka e në shku Fshati- banorët, pse po- kam betë fshatin në këtë gjendje? Po valla gati ma shumë në tjera shtete, se me të kalu shkurt, disa e krynë shkollën, s'patën unë punësu.
Rrogat janë të vogla, su për shë edhe vetë. Çmimet janë qutë gjecë. Edhe atëherë, gjithkush për këshyrë drejtimet e veta, veç apet i falenderoj se për çdo festa, për çdo sen vinë. Bashkohemi, pak gëzohu. Që tash unë 3 djeli kom për jashtë, veç që tonë kom këtu. Me trup janë atje me mendje këto. Qëre, i kanë marrë dhe shpijat ku i kanë. Shumë të bukra. Janë djemë E tash, njeriu është si pema. Pema pa rronja qëndron. Njeriu kur të marron shpi, edhe e ko aburin e vetë, trullin e vetë, ai e ko menën gjithmonë këtu në këtë vend. Nuk i hiqet këtë. A mendojnë djemë me u kthy një ditë? Për që ata i kanë marru këtu ose. Në shkolla, shpija të djelve, edhe unë më gëzu që i kanë marru. Edhe kom qef edhe i tjetëri me marru dhe një ka me marru që ati e ka veni. Ky e ka të marru me, tonë janë të marru. E besoj që ka me arë një rend që kanë mu këthy në Kosovë edhe mu mush Kosovë apet me njerëz edhe me përparu edhe mu zhvillu edhe mu kulturu së kërë është bota. E nëse ishe kthy 20 vjeqar, çka kishë ndryshu tek vitja? Tash, nashta mu kështë ndru edhe mentaliteti trunit, që ka di une, në rënë, se me pos që trunë që e kom stash, edhe që ato vjetë atëherët, unë isha për menë, se që shpo rrini urt, i ri, vetë i ri, po menën plak. A keni në herë të u folkja? I ka to veprat e plakut, rrin dëgjën ma shumë, nuk flet shumë. Edhe ka të na, ka gjallë të risi. I ri është, po plak është. Edhe na e përdorim këtë shprehje. Se e rrin mirë, oj qetë, i respekton plest, pa dalim kush është. Se njeri nërshëm, pa kon veti nërshëm, s'muj nërë kon. A i nërshmi e din s'ka nera, edhe të nera edhe ty, të respekton edhe ty. Tu janë qështu, ka do nalda. Që mos me ju mundu ma shumë, veç edhe një pyetje kisha. Qa me ndën, sa po arrim brezave me ja u përcil në ditët e sotme, traditat? Qure, 3 sene i kisha lutu në 3. Një mas pari, me ditë qëfar kumbi është habit. Se kumbi është temeli. A kumb, a muj man fe. A munër. Shko muj e fe e besimit musliman në Beograd. A muj man. Së munët, së s'ki qysh. Kumbi, traditat, janë cilat thorin, sukur që kja si për duke të thorin, qashtu dhe thorin njeri, vinë të të lidhë. Të të shti me dosht traditën, me dosht kumbi. Kur ta dush kumbin, e ke dosht edhe vlavën. Ta dush vlavën, e ke dosht, si thojnë besimi musliman edhe perenin, edhe zotën. Kurse donë vlavë për vlavë, folet një fjallë, e ku do me dosht i zotin që se ke po. Indrum, falemderit shumë, Zoti dha shëndet, ishte shumë Unë u kënaqësi. falenderoj mas pari që një orë dhe një kujdes. Po ju thamë, ku të kini kohë, jo veç ju, po mbarë, ka janë, që të interesohen për popull, të zbulojnë ato të vjetrat, të zbulojnë ato dashnit që janë konë për para, se njoni për tjetën mësme pa pas drith, asi lup, as drith mrena e kanë bojt tjera shpi qatë shpi. Sot ka hini farforme e gjelozis mu që kjo të mas mund të më pru. Se gjelozia ose muja ma modhe për njeri. E vërtit. S'ka shërem heq. Edhe na për para, nështë në konë gjuhën turke, i kemi thonë hasretëgji. Vazhdojmë me përdor edhe sot. Ish hastret. Po, Me të ndodhë me një diçka keq. Po. Konë turke, sigurisht, mirë po më përdor. Hasretëgjia,
ka qef me po dikon keq, ta dish si Perëndia shes gjithkon. Zoti ati ko shumë po. Ai e din edhe në zemër çka Ai ke. e din edhe në zemër çka ki. Edhe kur ati njeri marr nuk e jepet. Ta dish. Mundet me të më kesh ty, po as vetë s'ka me po hajre, ka me po ma kesh s'ka me po saj. Do të binin gjithkush, do t'i ka gjithkush nërmen të po. Nuk falenderoj për orën e juj. Edhe u shprej sukses ku do të shkoni, të keni Knaqë muhabet. Ja, ju, Inshallah i asë banë bojmë. kafe për kolla gjonë. Faleminderit se është shumë nxehtë, e kemi edhe një pjesë të fshatit. Faleminderit shumë për kohën. Inshallah i bojmë edhe na ka 90 vjet si ju. Do shta 100 e mrina. Kush? Jo. Po e mos më konë do të ri që po ma hiten me mund, i kësha bo, po që ta, po... S'po t'lojna. Faleminderit. E Faleminderit ka shumë. keni me shku tash? Komplet fshat. Ani shqyqyr, gëzohëm. A përshëndeten. Të faleminderit, a ma balal, A na bëni halal ju neve. faleminderit shumë. Faleminderit shumë. ishte Shumë u falenderoj, ja uroj një ditë marë e të mirë, me suksese, edhe jo vishë sot, por sa t'jesh gjallë të prish marë. Amin, faleminderit. Edhe Ne po pas pak. shpresojmë që kemi me arrit me taku banor si ju. Na ke knaq muhabet. Faleminderit shumë. Faleminderit. Me shtemi, po shkeputemi për pak qaste. Jemi rikthy në pjesën tjetër të fshatit, një pamje shumë e bukur para meje, tash do ishe një pamjet, por para se me shku poshtë, unë jam të e pa një tjetër lapidar, nëse të cilin fshat ku do që shofëm lapidar, ndalemi dhe përkulemi për atyre të shofëm se sa janë, 4, ashtë dira, po. Hajde t'i lexojmë edhe t'i shohim se për gjatë cilat viteve, pas kemi viti 1946 pra, edhe 45, ata luftuan për trojet etnike shqiptare. Në anën tjetër, Ymer Berisha, Marije Shëllaku, këtu apo viti 45, pra janë për gjatë periudhave kohore të ndryshme, dhe në anën tjetër dëshmorët e Kombit të Ren në vitin 1919, 1990, do të t'i pas kemi vitin 1919 si dhe 1925, 45. Lavdi gjithë dëshmorve, ne po e vazhdojmë pjesën e mbetur të fshatit, kemi hy kështu në një arë, po e them, se paisin e paska të ekusit barin, por që nuk e takum banurin, ndoshta ka hi me pushu pak me që është në nxehtë. Ondi po më thët e ki një shtepi këtë, nuk isha të e po. Shifeni mëre, flamuri i Zvicrës. Kemi këtë familje që jetojnë në Zvicër, pra ndaj e ka të vendosur edhe flamurin. Hajde po shkojmë po thrasë më i zoti shpis, sa o bërë interesant. Një pjesë bukur e gjatë e shtrume në kubza, krejt e poshtë. Edhe një banor aty e posh. Por jam nisë për tek kjo familje, nuk e di as se ku po dalim, veç e di se është një pjesë shumë e bukur e fshatit nga këtë ku jemi, përveç kësaj një u bërë super i bukur, on dilem në fokus. Që thëmë në erdha, ndash pra nëmni, ndash që nuk dalë prej këtë pa më të regu për fshatin. Oj, zoti shpis! Pastrojmë duart. Se
Që përshirën. Shumë një cetë. Sa bukur e paskan. Qërshia shumë. A dëni mësafir? Mirë si ju gjetëm. Faleminderit shumë. Unë edhe ashtoj po ta plan mos me dalë për ju burrit. Më pritet e së më pritet. Si je Dorotina? A jeni mirë? Gjyla, Vjen mirë. Si jeni? që mirë. Qish po kaloni? Mirë. Familjen? Krejt mirë. Fshati Ti? të përdojt? Mirë dhe Fshati na. të përdol. Si është fshati? Komuna Klinës. Po. Mirë, te dikun. Qka nuk Mirë. shkën? Qka nuk ju pëlqen? S'na pëlqen rruga është e mirë, po tjerat sene janë pak mungojnë, do. Mas parti s'kena banature, s'kena forë, s'kena market, s'kena... Kaj që tu janë se mungojnë për për një jetis. për një jetes tonë. Shumë mirë e kini cikë. Por, brenda fshatit, a njini me gjithë banorët edhe ndëgjova se jeni dy besime të ndryshme. Po, Katolike mirë. dhe muslimane. Mirë Por jena. që nuk dallohni heq, jeni shumë të bashku. Jo, shumë jena të bashkum edhe si më konë, na jena vlazën e motra krejt, po... Si me konë një besimi, nuk është e vrejnë. Ja, nuk kena vrejtje. Po. Jena si barës. As janë ata ma shumë, as nas jena ma shumë, jemi si njejt. Edhe një kohë ma heret janë kanë krejt, që shmë thonë katolik, të ne kanë marë. Janë bo disa musliman, Po, disa kanë bejt po. katolik. Po. Jemi të e pa një u bërë perfekt. Kush kujdesit për u burrin? Për kujdeset bashkëshort jem. Edhe ju bashkë me Edhe të unë, po, bashkë. besoj lullat, nonat shqiptare. Po, Për qife. po. Kujdesim, u lodh me ka pak, po... Por që mirë. rezultatin në fond po shihet super mirë, edhe e harron lodhin. Po, Sa antarë të familjes jeni? na jena, i kam krejt familjen, i kam në Zvicër. Po. Bishune me bashkëshortin jam këtu. Edhe atje në hymjet e uborit tek dyrë të kishit flamurin e Zvicrës. Po, ajo është flamuri Ashtë me tjetër këtij, kana? po, Me këtina. këta tjerta? E djalin e mi se Po, ka. Por që edhe jo me Zvicër po mbojshit, familjet, Po, fëmijët i pat në Zvicër. krejti kam në Zvicër. Jo, jeni Jena. konë ndonjëherë, keni jetu Une- atje, apo une- veç vizit? Unë kam shku me familjen teme në Zvicër gjatë luftës. Tani jeni këthe? Të në burrin e kam pas ma herë, që gati që 40 vite është Zvicër. në Zvicër. Unë i kam rritë fëmijë që 5 fëmijë. Hajde për ullëm se një kërë muhabet e bënëm, se mu kanë lodhë kompë. Ani, tash vjen burri, hajde, drejsa të vjen burri, ullëm qëtë? Shumë mirë. Ishte birë. Heq kur gjo mos bjerë veç, hajde ullë edhe 2 fjallë drejsa të del burri. Ja, kjo s'ka ko mullë, për mu ullë jë mëne. Mirë si ju Mirë gjete. se keni orë, faleminderit shumë. Faleminderit ju shpresoj që nuk ju kemi pengu bezdis. Absolut, jeni të mirë sa ardhur. Faleminderit Në shumë. çdo kohë, në çdo moment. Ma lecaj. Si jeni? Mirë, faleminderit. Ullëni Si këto jeni ju? për shkak të mikrofonit. Mirë, faleminderit edhe nash. Si më kaloni po Shumë lodhe. mirë u knaqem. Mbështet për cilës qendër televizion. Kjo është të thonë tjetër sa. Jemi me emisionin Katuni jam, që ju bojmë vizitë Ah, krit po, Katuni mirë, edhe në shumë. Kosovë. E sot e ka pas rodhe në Dobërdoli. Dobërdoli. Çka dhe me nga të regu për fshatin Dobërdol? Di shumë gjona, edhe pse Pikat shkurta të qorta. edhe pse kam qenë mërgjimtar në një kohë të gjatë. Por këtu i kam kry shkollën fillore të mesme dhe studimet i kam kry në Prishtinë ekonomikun. Në kohë të gjatë jam që 36 vite në mërgjim, po megjithatë nuk e kam shkput nga Dobërdoli asë një moment jetën bashkë me qytetarët, kam jetu këtë kohën. Po me dasma, festa, çdo gjë që ka qenë nevojshme edhe në raste martore kam marrë pjesë, kështu që e di shumë mirë gjendjen e Dobërdolit. Dhe më thonë, për aq herë sa ju ka dhënë mundësia, ju Po. çdo herë keni shfrytzuar dhe keni ardhur në Kosovë. Pa me dyshje, pa ndërprej kam gjetë kohë dhe momentet më të volitshme më, por edhe momentet më pikëlluese kam marrë pjesë në fshat këtu. Po. Cili E është? është Po. urnani.
Vazhda, përfundoje. Fshati jonë është një fshat shumë karakteristik, tipik me një përbamje popullatës autoktone, me vitet tona me shekuj jemi në këto treva, është i njoftën historikisht. Ka dhonë shumë për kombin, për atdheun, për vendlindjen, për çdo gjë që ka qenë e nevojshme për ndërtimin, për luftrat, pa ndërprerje për gjitha luftrat ka marrë pjesë. Fshati Dobërdal është i përmendur në çdo kohë në histori. Janë zhvilluar pra 2 luftra botërore në këtë fshat edhe lufta e fundit Po lufta në Kosovë, po. Luftën e parë botërore kanë marrë pjesë, po para luftës parë botërore ka pas qeta që kanë qenë me vetëm mbrojtje, me shërby popullatës për vetëm mbrojtje. Edhe kanë hasë rezistencë çdo herë me qetat edhe me njerëz që kanë qenë serbistë, të organizuar sigur miliçkërsta si ndigjoni shef e keni një sigurisht gjithë. Po, jemi konë edhe në fshat. Miliçkërsta ka qenë një komid, një vojvod serb që ka bërë masakrat jashtëzakonshme në këto treva. E një prej këtyre treva që ka përjetuar është Dobërdali, 3 martirë që janë këtu, në 1918-19, qeta miliçkërstës ne ka dëmtuar. Domethënë vllazët e babgjyshit tem. Dy vllazët e babgjyshit tem, edhe ndaj slacin e parë, babgjyshi i shoqës. Kështu që pastaj lufta e parë botërore prapë ka marrë njerëz na ka marrë në fshat dhe ka martir. Luftën e dytë botërore kemi qenë si familje edhe si fshat të orientuar nacional-demokratën shqiptar dhe në ballin kombëtar. Domethënë idoli i Dobërdalit ka qenë krejt bashkimi kombëtar. Në atë kohë dhe sot ekziston të na bashkimi kombëtar. Këto kemi dal, këto kemi në qëllim kryesor. Prandaj edhe kemi vujt gjatë gjithë historisë komuniste, kemi vujt si familje dhe si fshat, kemi qenë më të përsekutuar, kemi qenë më të anashkaluar, s'kem pas drejt as pjesëmarrje në shkolla, as pjesëmarrje në armatë jugoslave, as pjesëmarrje në bursa, në kredina, veç me buxhet vetë ana kemi shkollu. Një fshat i shkollum ndër krejt fshatrat është kampion i shkollimit. Por që juve nuk ju ka ndalë asnjë nuk i dorëzoj. Çdo herë qëllimin e keni pas, edhe tentativat e keni pas çdo herë. Këtu me siguri e keni marrë shënime edhe më herët edhe prej njerëzve më të vjetë të fshatit. Në 45-ën këtu të dyert e aborrit tona keni pa lapidari, ku kanë rënë të shmuar Pjetër Toma, Martin Nou, edhe Maria Shllaku, këtu është në zonë. Pastaj është pushkatuar në Prizren bashkë me Patër Bernard Lupin edhe me Kol Parubin edhe me shumë të tjerë për çështje të bashkimit kombëtar është fjala. Se thash nacional demokrat edhe balli kombëtar. Pastaj këtu kemi profesorin Merberisha, Kuendi i Dobërdalit, për ata dhe e mban emrin Dobërdali, Kuendi i Dobërdalit është gjithmonë i njoftën. Në 1945 kanë qenë mbi 300 delegatë nga mbarë Kosova dhe viset sovjet shqiptare për një unifikim të faktorit kombëtar për bashkimin e trojave shqiptare. Me luftu komunizmin që ka përqa edhe na kanë lënë 45 vite në thundrat e serboslave. Prandaj nuk kena arrit, sepse kanë qenë qetat partizane, kanë qenë shumë më të fuqishme, kanë ardhur pi Boka Kotorit me qetë partizane që ka bërë këtu masakrat jashtëzakonshme. Shaban Palluza i mashtru me shumë tjerë për i kreut komunist, me shku me njek armikun deri në trojet, jashtë atë troje jugoslave, edhe kur e kanë hetu që është të dashme e largu popullatën. Shaban Palluza ka thonë, jo, nuk thënë du më këthy me mbrojt vendin tonë, edhe të mbrojt vendin janë masakruar dhe janë shuaj e qetë bashkë me njerëzit tanë Dobërdalit. Prandaj do të më kënu lavdi, historia i shpjegon ma holl, ma gjatë, më pas ku më shkru, Ka shumë për të thonë. Ka shumë për të thonë. Tash po kalojmë tek pjesa e fshatit, jeta sot. Por ata të thash, na gradual, pasi nuk kemi zgjedh vendet punës, kemi qenë detyruar mu shkollu. Jemi shkollu shumë. Këtu në vitin 89 unë kam qenë kryetari i NIS në atë kohë, 80 kemi qenë me shkollat larta me fakultete. 80 persona prej Dobërdalit kanë dalë. Tu kemi doktorin e parë të shkencave, muj me thonë edhe nivel vendi, se në regjen gjithësisht Anton Lik Berisha është doktori i parë i shkencave. Pastaj kemi pas
kryetari në Kuvendit, zotin Kol Berisha, si ka qenë edhe nën kryetar i Lidhjes Demokratike dhe doktor Rugos, prej këtij fshatit është, prej këtij vendi. Kemi pas njerëz që kanë nda plesni, që kanë majt autoritetin, që kanë pajtu gjaqe. Kemi pas njerëz se janë për shembull familja juën këtu Pjetran në quajnë, pastaj janë familja Bardesdodës, pastaj është familja Brahimukës, janë Gasht, janë Last, janë krejt familjet njoftura që secili ka historinë e vet, shembullore që i ka shërby kombit, po i ka shërby edhe fesë. Këtu është një fshat karakteristik, kemi 2 besime, një vllazni. Është një fshat shumë specifik në krejt regionin e Kosovës. Domethënë në Republikën Kosovës nuk e di se gjon edhe një fshat ose 2, përveç të Bërdolit, më duket është edhe një qëtu në Lugë Baranit, ka është edhe në event tjetër, po Dëmbërdoli është specifik. 2 besimesh, një vllazni, Berishi jemi krejt. Nuk na ndan feja, nuk na ka ndan. As në dasma, as në festa, as në organizime, as në ndek, po nuk na ka ndan. As në aksione rrugëve, as në aksione të humanizmit, as në luftë, as në thirrjet atë dheut, në përmbrojtjen e dheut. Domethënë gjithë bashkë kemi qenë gjithmonë jemi bashkë ashtu. Jemi një pa daj me njëri tjetrin. Jemi edhe kushëri vllazni, po janë 2 familje Lac që janë gati shumica janë nipa të Lacëve. Edhe Gasht që i kemi ku marr famën që domethënë jemi familje të lidhura në mes veti. Ktu ka qenë kënaqësi. Edhe për kundërbesimit që i kemi. Po, unë nona eme ka pjek flia, pite në dasma, në Siqev. Siqevi, në rast të Siqevës ne jemi vllazni me ta. Në rast të Siqevës. Baba ka qenë bajraktar, ata kanë bëjë hizmet në dasmë. Dojtë nonën si kam çata ratë në Siqev, po. Ani qofsh me jetë. Ata janë shumë familje emancipume. Prandaj te Ivoni kemi mbrojtur raportet, po mjerisht tash mërgimi një. Pastaj luftra, pandemia, shumë gjona bon, edhe gjendja ekonomike, njerëzit janë sot rinia janë në kërkim, diçka më bashkohore, diçka me jetesë më të mirë, edhe janë zbraz vendet janë boshatish, se këto janë vende që meritojnë lavdat, meritojnë përkushtim, edhe meritojnë një vazhdim traditës shekullore që kemi pasur. E kam vret një veçori tek ju banor, për atë sa mro me bisedu, një fshat me banor që i dojnë të jetë trujet shqiptare, ju lumt. Çdo njeri Me gjithë zemër po faleminderit, faleminderit. Çdo njeri prej nesh, kudo që është në mërgim, ka me mendu dhe do të mendoj për jetë për këtë vend. S'ka familje mërgjimtare që se kanë drejtu s'pakun një kasollë ose një shtëpi të bukur, në vendlindje për marrë me jetu, me shiju jetën. Edhe pranë vorrezave të pleqve dhe traumëve të babave, të nonave tyne, çdo herë vinë mi vizitu. Do thonë na kemi të parin me një nëndor të krishterët, është dita gjithë shajt burgu ose burgatorët quhet. Njerëzve të vdekur, krejt atë ditë morrin pjesë aty për mi ndëru të vdekurit. Pastaj edhe besimit islam e kanë ditën e caktuar kur shkojnë edhe luten për mërgimit vinë edhe luten për të parë të tyre. Prandaj këtu është një veçori shumë interesant. Ishte shumë kënaqësi me qenë në uborën e juaj, faleminderit shumë për pritjen e mirë, na po ikëm ka dole. Faleminderit edhe për ju, jeni të mesarën çdo kohë, çdo moment. Ju përshëndes ngrohtësisht ju dhe stafin e juaj, uroj që të keni suksese, të vazhdoni me punë të mbar gjithmonë në rinia përpara. Faleminderit shumë. Miqtë mi erdhi fundi edhe ditës së sotme këtu në fshatin Dobërdol, komuna e Klinës. Ajo që m'la përshtypje, edhe pse 2 besime të ndryshme janë vëllëzër. Kaq nga fshati Dobërdol, takojmë në fshatin e radhës deri atëherë, mirë mbetëshi!